dashësunit e mi, Shkodra ime, miq dhe dashamirë të artit, mirë mbrëma. Mirë se erdhët dhe sonte në këtë natë të dytë të këtij festivalit të këngës së kultivuar shkodrane, mirë se erdhët në festivalin Lulebor. Por sonte ne, ndryshe nga mbrëm që kishim një insert ku shpjegohej se pse festivali quhej Lulebor, sonte Lulebora jon është shndërruar në një trëndafil. Ndjekim insertin. Rreth 60 vjet më parë, në këtë godin të teatrit, një vajzë e re 15 vjeçare, e bukur, e mbushur me jetë e talent, debutoi për herë të parë në premierën po të parë të estradës. Publiku e kishte parë si balerine këngëtare, ndërsa tani po ndiqte edhe si aktore. U pëlqye. Ai sa shfaqe u dha 23 herë dhe u ndoq nga 14300 spektatorë, me afërsisht 610 shikues për çdo natë. Nuk kaluan as 2 muaj nga shfaqja e parë dhe i propozuan rolin e Nurijes si dublante të madhe Stinka Kurti. Për suksesin në këtë sfidë mjafton të tregojmë se këtë personazh e luajti 63 herë. Këtë sukses në rritje kurorëzon roli i ardhshëm i Norës në dramën me regji të Andrea Skanjetit. Fiton çmimin interpretuesja më e mirë për femra në festivalin e dytë të teatrove profesioniste të Shqipërisë. Punon me regjisorët Shllaku, Oktrova, Skanjeti, Fanku, Sekuj, në rolet e autorëve Koljakova, Ndrek Luca, Fatmir Gjata, Dionis Bubani, Andrea Skanjeti, Kim Dushi, Eduardo De Filippo, Fadil Pacharami e të tjerë. Suksesi i teatrit i sjell propozime kinematografike, kurse roli mësueses në filmin Detyre posaçme thuajse nuk do ta lejoj më të kthehet në Shkodër, pasi do të filloj bashkëpunime të njëpasnjëshme dhe të suksesshme. Fillon për të periudha më shkëlqyer e karrierës. Martohet me regjisorin Dimitër Anagnosti dhe shndron dashurinë edhe në një bashkëpunim të shëndetshëm në shërbim të artit. Ndërkohë vazhdon të jetë një aktore shumë e kërkuar dhe realizon 75 role të spikatura në teatrin kombëtar dhe kinematografi. Fiton çmime dhe vlerësime të rëndësishme kombëtare dhe ndërkombëtare. Megjithse ikone e artit, di të ruajë ekuilibrat dhe thot për veten se është njeri i rregullt që nuk ka egzageruar asgjë. Suksesin si bashkëshortë dhe nën ja dedikon dashurisë. Dinjiteti dhe thjeshtësia si bi Shkodre spikat në fjalët e saj që do të kumbojnë gjithmonë bukur. Unë nuk kam qenë kurrë në asnjë parti. Partia ime ka qenë dhe është arti im. Tek ai është kultura, historia, identiteti, misioni dhe shpirti njerëzor. Një duar trokitje, nuk kishte se si të fillonte më bukur kjo natë e festivalit, përveç se me artisten tonë të madhe Roza Anagnostin, ikon arti nderi kombit, shembull i gruas dhe i nënës, faleminderit Roza. Jo më kot drejtoresha e teatrit bëri të pamundurën që nata e dytë e festivalit të ishte pikërisht sot, sepse është ditëlindja e saj. Unë dua ta ftoj Rozën në skenë. Ja ku kemi dhe zonjën Voltana Ademi, kryetare në Bashkisë Shkodër, gjithashtu edhe drejtoresha e teatrit zonja Rita Gjeka, që janë kujdesur të dyja që kjo fest të ishte vërtet një festival. Ja edhe trëndafilat mbajnë emrin e të madhes Roza Anagnosti.
E dashur Roza, ne nuk të kemi dhënë mikrofon sot, sepse unë e di që jesh shumë emocionuar. Ne përulemi të gjithë para talentit tënd. Ju faleminderit shumë, nuk kam fjalë. Jam emocionuar, kuptohet, po nuk kam fjalë më të mira, më të bukura, se sa nga ky qytet, ky është qyteti im, thash është lindja ime si artiste, është emocionet e para, durdërokitjet e para, dashuritë e para, mbështetjet e para, çdo gjë, edhe printe mi me gjithse të vuajtur, edhe ato më bën që ta shikoj jetën në shumë dimensione. Është e rëndësishme fillimi. Dhe fillimi është këtu. Dhe këtu është qyteti i artit. Dhe jo më kotë edhe ky festival ka lind këtu. Një festival shumë i bukur, ka vlera jo vetëm muzikore, po dhe kombëtare për mendimin tim. Ju faleminderit. Mirënjohje për ju, Rozana Gnosti. Le të prezantojmë tani këngën e parë që do të hapë të festival. Disa thonë se nana i kënoi fëmijës për herë të parë prej shenit. Disa tjerë thonë që bariu, natyra e bani bariun me kënu për herë të parë. E disa tjerë thonë që djali prej dashnisë i kënoi vajzës. Unë jam më shumë me këtë tezën e tretë, po vajza prej dashnisë me i kënu djalit. Mendoj që kështu është. Në një mendim me mua është edhe këngëtarja që do të vi tani me titull të këngës Gëzimi jem. Muzika dhe orkestrimi Enis Mullaj. Teksti Eriona Rushiti, këndon Artemisa Mithi, dirigent Jetmir Barbullushi. Bukur mramja kur t'kam njo, e bukur dita kur m'ke fol, mi thaje fjall ti dy nga dy, jam li me t'bukrin sy. Bekim për mu isha jo dit, dhe pas nuk m'le me i, ta dukat shumë guximin të, për mu një tash fati ka. Kur nisesh ti me arte kreç vitin ha me tanë të nuk dhja shpak, a mos valë shumë, por di me dash pa u bendu, kur du me t'pa e vite ti, rrugët e Shkodrës për mu bëhe një, ti nuk haron me lulen pre, o zemra jem e këzimi
me arte unë, krej shpirtin ha me thënë të du, nuk dilja shpat, a mos valë shumë, por di me dasht po vendu, kur du me t'ba e vite ti, rrugët e Shkodrës për mu bëhe një, ti nuk haron me lullën prej, o zemra jem e gzimi jem. Faleminderit. Faleminderit Artemisa. Në tekstet e këngëve shkodrane, duke qenë se dashnia vjen pa menu, zakonisht i drejtohen Zotit, o Zot sa e bukur je. Mendoj që me të njëjtën filozofi vjen edhe kënga Ta dish sa fort të du. Teksti Alfred Çapaliku, orkestrimi Zef Çoba, këndon Miranda Ndoja dhe grupi Karafilat që ka Shkodra. Dirigent Kujtim Alia.
Jemi tek kënga e tretë e festivalit dhe me siguri jeni kurioz pse janë përzgjedhur pikërisht këto 17 këngë. Gjithsej janë afruar 29 këngë dhe teatri, konkretisht drejtoresha e teatrit zonja Rita Gjeka, ka përzgjedhur 3 personazhe kompetent të artit për të përzgjedhur këto këngë. Ata kanë votuar secili më vete, pa u konsultuar me njëri tjetrin, që do të thotë nuk ka as edhe një konflikt interesi. Më duhet të shtoj që radhitja e këngëve në festival është bërë me short, gjithashtu edhe këtu nuk ka asnjë lloj konflikt interesi, një duar trokitje që jemi kaq demokratik. Kështu që pjesëtarëve të festivalit, konkurrentëve të festivalit nuk duhet ju bëj zemra rik e tak. Rik e tak në fakt është një nga këngët që do të marrë pjesë në këtë festival, por jo rik e tak për një melodi. Rik e tak për një zemër është kënga që vjen tani, është kompozuar nga Oleg Gjerga, por shkruar nga Alfred Çapaliku, orkestruar nga Roland Guli, këndon Blerta Cina.
jo pa qëllim dola me këtë me nxjerr si me stil, si me thanë. Ju unë nuk është se nxorra që ju me e lexu. Fare, as e kisha në mend e mora rastësisht. Kënga që vjen tani titullohet Pse shnrit kaq bukur sonte Morihan, që me mujt këta burrat me na e thonë natë për natë, s'kishte këngë kush si ne. Është realizim i një kantautori, në fakt, muzika dhe teksti Arjan Elezi. Orkestroi Shpëtim Saraçi, këndon Arjan Elezi, dirigent Ilir Zoga.
ndje Shkodran, ose me unë Shkodran, do të thotë që me u bërë shumë personale ndjesia që i përket integritetit të shumë shpirtrave artistë. Është jo vetëm çështje pasurimi, por është edhe një farë trashëgimie. Kjo ide frymon të gjithë festivalin edhe këngën që do vi tani, që është Shko Tallëndyshe. Muzika Tonin Tarnaku, teksti Filip Shiroka, orkestroi Tonin Tarnaku, këndon Rezarta Asmaja me dirigent Jetmir Barbullushin.
Faleminderit gjithë. Faleminderit. Ky festival nuk lidhet me atë proverbin me ken shkodran të ta na i ban, po lidhet me atë tjetrin që nëse të ka hum kanga, eja gjejen Shkodër. Këtë festival e mbështet shumë fort Bashkia Shkodër me në krye kryetarin e bashkisë, zonjën Voltana Ademi, të cilën e falenderojmë, sepse me këmbgulljen e saj, ky festival do të bëhet i përvitshëm, pse jo? Dhe unë e kam pa me sytë e mi që Voltana erdhi dhe në prova, ka shumë për zemër, një duartrokitje për zonjën Ademi dhe njerë. Ndërkohë që si që vu të re, jo të gjitha këngët drejtohen nga një dirigent. Kjo është ideja e një zonje tjetër, po mendje art, që është Rita Gjeka, regjizore e këtij festivali dhe drejtoreshe e teatrit Migjeni. Ajo e ka konceptuar natën e sotme si një Sanremo të vogël dhe këngët do të dirigjohen nga 3 dirigent shumë të mirë njohur shkodran, Jetmir Barbullushi, Kujtim Alia dhe Ilir Zoga. I falenderojmë të 3, kënga që vijon është me tekst dhe muzikë të Eriona Arushitit. Orkestruar nga Enis Mullaj, titullohet Dritat e Shpirtit. Këndon Lidia Lufi, dirigjon Ilir Zoga.
Devion titullohet Këndon kitara ime. Kompozitor Bepin Vjerdha, teksti Osman Kozmaj, orkestroi Ilir Zoga, këndojnë Leonora Luca dhe Glerdit Turmetaj. Shkodrës të koj, sa shpjoras një levoj, për vajza që unë dashuroj. Këndo kitara ime, i këngën e dashuris, masin nga lullën time, në krahet e lumturis. Këndo kitara ime, i këngën e dashuris, masin nga lullën time, në krahet e lumturis. Kur nata lehtë të bjen, e yjet në qell vazojnë, është njëja për ty më rëmben, e kishtat mbi tela mlodrojnë. Qoje ti këngën time, që zemra për ty e ka shtru. Faleminderit. Një natë në një lokal të Durrësit, dy marinar italian po pinin birra dhe një moment futet një grup të rinj. Mes tyre shkëputet një vajzë e re, e bukur, këndon edhe i magjeps me zërin e saj. Të nesmen betoheshin se një natë më parë kishte këndu një siren. Në fakt ajo vajzë e re ishte Lucie Miloti. Unë e thash këtë histori që ju nesër mëngjes mos thoni ka prezantu një siren. Jam Rudina Dembacaj. Dhe unë sonte jam askush përpara këtyre njerëzve kaq të rëndësishëm që kanë ndërtuar dhe kanë udhëheq këtë festival.
Dua që të përmend udhëheqësit artistik Roland Gulin dhe Ilir Zogën, një falënderim të vërtet. Është shumë e vërtet që ata thonë, ka një 2 muaj që thonë, o zot që i ba me vetit, po me sa duket ja ka vlejt, apo jo? Me regji të Rita Gjekës, të asaj aktores që qysh sa shba drejtoresh, vetëm bërtet edhe bën shfaqe, të dy gjana din. Me skenografi të Adnan Kastratit, shkodranit që punon në Tiranë që kur ka mbaru shkollën, po mirë që janë këto evente dhe këto festivale që t'ja shohim sytë e ballit, faleminderit edhe Adnan Kastratit. Gjithashtu me skenar të Ermira Alis, që nuk e lam këtë herë mos ta përmendte emrin e saj, sepse ka bë një skenar shkëlqyer që dhe unë ndjeva mirë. Faleminderit Ermira. Dhe një duartrokitje shumë të madhe për punën e palodhur të gjithë stafit të teatrit Migjeni. Pavarësisht të gjitha këtyre, që janë lodhje dhe sakrificë, ky festival ka ardhur si një dashni e jashtëzakonshme për këngën shkodrane. Kur vjen dashnia, muzika Namik Jahja, teksti Fadil Kraja, orkestracioni Shpëtim Saraçi, këndon Viki Haxhi.
Tendenca e këtij festivali, sipas udhëheqësve artistik të tij, është ta sjellë këngën shkodrane në afër asaj bashkohore dhe të krijojë një farë trendi për ta. Do të vijë një këngë me tekst shkrues, poetin e madh, emrin e të cilit mban Teatri Ynë, pra të Migjenit, me muzikë të Bardhyl Hysës, orkestracion të Roland Gulit, këndon këngën Dy Buzë, Mariana Begu dhe Gjuli Pietraj. Dirigjon Kujtim Alia. Në këtë festival ka një tendencë të stimuluar por edhe të natyrshme që mosha mesatare të gjithë krijuesve të jetë shumë e re dhe për këtë dua patjetër një duar trokitje. Ka gjithashtu surpriza sepse shumë këngëtar me eksperiencë konkurrojnë sot me këta artistë fare të rinj. Kënga që do të prezantojmë tani titullohet Eja Ti, muzika dhe orkestrimi Andi Unaza, teksti Francesca Andoja, këndon Klodiana Vata. Sonte do të ishte natë e veçantë.
ndjek në çdo hap, sikur t'ishim ne të dy. Ikëm bjerë me hapa të ngadal, hera prohesh hes më plet, arsye nga syt po tret, daj nga dati, më vëret. Hera prohesh hes më plet, arsye nga syt më tret, e aty të kon veç një herë. S'mund të ri pa ty, jo nuk kam shpresë. Gjenozia s'eq më kapi, kur aftys të shoh ty. Me dashuri më mbushet zemra, kur unë ty të qoj në vend ko të vi, s'ti në të tjera, kur ti s'jes, s'ke në këtë qytet. Son tek ky qytet, mira pojnë des përsëri. Ty ku në ares, po t'atoj kthej një nga një, po të pi për ty dashni. Ikëm bjerë me hapa të ngadal, hera prohesh hes më plet, arsye nga syt më tret, daj nga dati, më vëret. Hera prohesh hes më plet, arsye nga syt më tret, e aty të kun veç një herë. S'mund të ri pa ty, jo nuk kam shpresë. Gjenozia s'eq më kapi, kur aftys të shoh ty. E dashuri më mbushet zemra, kur unë ty të qoj në vend ko të vi, s'ti në të tjera, kur ti s'jes, s'je në këtë qytet. Gjenozia s'eq më kapi, kur aftys të shoh ty. Me dashuri më mbushet zemra, kur unë ty të qoj në vend ko të vi, s'ti në të tjera, kur ti s'jes, s'je në këtë qytet. Faleminderit. Këngët që janë pranuar në fillim festival kanë ardhur në formatin demo, më pas ato janë orkestru, janë vesh me partitur, pastaj kanë marrë edhe interpretimin edhe shpirtin e këngëtarit për me ardhur deri tek ju si një magji. Son kam bindjen që kënga është një magji. Në fundit, kënga vjen si një bashkim i të gjithë komponentëve që të bashkëtojnë sa më mirë edhe të dalim të ky festival. Ndoshta kjo është edhe arsyeja pse kënga është kaq e bukur edhe shplodhëse. Për një lloj fryme, flet dhe kënga që do të vi tani, ajo titullohet Frym prej fryme. Kompozitori Lek Jakova. Teksti Ermira Omari, orkestrimi Shpëtim Saraçi, këndon Ketlin Pjalmi, dirigjon Jetmir Barbullushi. Dashtë nuk mjafton
çdo kriz gjithmonë pushton, nisohet ty e shpirti melson. Të ka fund, shpalos për ne, nga do helësyt, mure të ti çdo kriz gjithmonë pushton, nisohet ty e shpirti melson. Të ka fund, shpalos për ne, nga do helësyt, mure të and the moon at the park, turning in the twin of blue, roka seshti në çdo prak, të bukën kanë me jetu. Nuk ka hije, nuk ka ter, që ta shunët me mërbu, i të nari kanë dashni, fryma jote marturu. Kurvën nga përpark, turning in the twin of blue, të roka seshti në çdo prak, të bukën kanë me jetu. Nuk ka hije, nuk ka ter, që ta shunët me mërbu, i të nari kanë dashni, fryma jote mashturu. Faleminderit Ketlin dhe faleminderit Ilir Zoga, dirigjonte. Tani kemi arritur në këngën e 12 të festivalit. Juria përbëhet nga 5 antar, personalitete të artit, dhe jo vetëm të Shkodrës, po personalitete që i gjithë Veriu krenohet me ta. Roza Anagnosti, nderi kombit. Robert Radoja, kompozitor. Sabahet Vishnja, këngëtare. Bashkim Alibali, këngëtar. Dhe Markelian Kapidani, kompozitor. Do të vazhdojmë festivalin me kompozim dhe orkestrim të Edmond Zhulalit, me tekst të Fadil Krajës dhe me titull Mall për Shkodrën. Dirigjon Jetmir Barbullushi, këndon Laurian dhe Luiz Eili. Kam pram, s'ngopem me ty, nguthon zemra shpirti në sy. Qini më rosur, pikon për mu, qumë shtin e bar. Nga bedena, më thot roza, o mirë se ke ardh. Gjitha shuri,
jepi fëmiri, shkodë logu I kukuris, pa nga me t'indime, shenit kulturis, shkodra ime të kanë ty, shni valzuse për pisy, emër që në val me ruse mban me u dhe fry. Valzuse për pisy, emër që në val me ruse mban me u dhe fry, emër që në val me ruse mban me u dhe fry. Faleminderit. Janë thjesht dje magjar se unë I mora për vlezër. Është njerëzore dhe shumë sublime të ruash kujtimet që mund të shkrihen si hije. Unë jam e bindur që me njëherë sa një gjoni të këto fjalë ju shkon në mend një prej personaliteteve të qytetit ton që u nda nga jeta pak kohë më parë, Isa Alibalit. Një duartrokitje. Jeta është e shkurtër, ndërsa arti është I gjatë. Ishte thelbi I mirënjohjes së tij për artin dhe artistët e vërtet. Ndërkohë kënga e radhës është kompozim I Luan Dagistanit, me tekst të Jorgo Papingjit, orkestracion të Edmond Zhulalit, me titull Ka dal syni, këndon Mukaddes Çanga. Syni në dynja, bukurin për me qe, një shkodran e kur ka pa, nja të syni ka me, kur modelin zoni sjoni, një shkodran e rune po.
Për idenë që festivali të mbaj emri Lulebor, duhet të falenderojmë mjeshtrin Shpëtim Saraçi. Çdo këngë ka ndoshta ndonjë histori të fshehtë ose të dukshme ose të mistershme brenda. Po është gjë e madhe kur të gjitha këngët kanë një gjë kryesore, dashurinë për Shkodrën. Këndoj për ty Shkodër Loce, muzika Zini Beqiraj, teksti Matish Gjeluci, orkestroi Roland Guli, këndon Bujar Qamili. Sa ka marrë Shkodër për ty, me ke birë dhe të kam na. Shpesh më vjen një lot në sy, e shpesh më vjen një ka. Shpesh më vjen një lot në sy, e shpesh më vjen në buzë një ka. Kam qërë prej mali, kam qërë për shpirti, dhe si plat më vjen ka të shpra. Ashkan që janë rosë zemrën fjali, durët më të i thot na. Sa dolar të jemi për teje, të kam në shpirë të gjak nër teje. Ashkan që janë rosë zemrën fjali, durët më të i thot na. Sa dolar të jemi për teje, kam në shpirë të gjak nër teje. Shpeshu thot Eli të këti, se ka marrë mëj më të përqa. Unë ndjej bëhë miri, e kur të shoh roza, unë ndjej bëhë miri, e kur të shoh nga largë roza. Kam qërje për shpirti, kam qërje për mali, dhe si plat me vjen ka të shpra. Ashkan që janë rosë zemrën t'jali, kurë ku të i thot na. Sa dolar të jem prej teje, të kam në shpirë të gjak nër teje. Ashkan që janë rosë zemrën t'jali, kurë ku të i thot na. Sa dolar të jem prej teje, kam në
shpirtu gjatë në teje. Dhe po të mbuqem 100 vjet, mbet framteje më një. Kam të njoh, moj sa në fle, e të përgjigjem si shkodra. Kam më të njoh, moj sa më fle, e të përgjigjem si shkodra. Kam qërë prej mali, kam qërë prej shpirti, nësti plat me vjen ka qëmra. Ash kam që janë ngrosë zemrën djali, unë kupe një përra. Sa dolar të jem prej teje, të kam në shpirt në gjak për teje. Ash kam që janë ngrosë zemrën djali, unë kupe një përra. Sa dolar të jem prej teje, kam në shpirt në gjak në teje. Kam në shpirt në gjak në teje. Ka një tendencë që të krijohet mbi poezit, të krijohet këngë mbi poezit e autorëve antologjik. E tillë është edhe kënga Dy sy, e kompozuar nga Nexhat Rexha mbi tekstin e poezisë me të njëjtin titull të Qemal Draçinit. Kënga është orkestruar nga Roland Guli, këndon Orieta Kelaj, dirigjon Ilir Zoga. Dy kura qiellore, dy yje si kundritën, dy lumit, dy drita të paltra, dy rese pjellore, dy hire të pashtreluna edhe dy mashtrit. Gjiste busnatës më ve, dhe zullon e kime plot dashni. E prej dy burash nga lyse prerore, vjen një mrekulli se magji. Jam si qevari, bella in shi, diamant pas shy. Si
gjyster, busnatës në ver, dhe zullon e kime do dashni. E prej dy burash nga ruse terrore, e një mrekulli dhe se maqi, janë si qevari, perla i qi, diamant pas shqyr, jam sytë e tu, prej sote një drit flotën shi, i mush me lumi, një drit plot maqi, jam si qevari, perla i qi, diamant pas shqyr, jam sytë e tu, prej sote një drit flotën shi, i mush me lumi, një drit plot maqi. Dy sytë maqishë, dy bura qjellore. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit Oreta Kelaj. Të dua si më parë. Kështu do të thonë të gjithë pjesëmarrësit sot për jurin, sepse jam e bindur që siç është kjo shpreha klishe, rëndësi ka pjesëmarrja, s'ka rëndësi kush fiton. Ka boll rëndësi besa kush fiton, veç me rrejt kot. Kompozuar nga Enrik Qefa, teksti Denisa Damnori, orkestruar nga Gjon Shllaku, të dua si më parë këndon Niki Mjeda me dirigent Jetmir Barbullushin. Thank you.
Dashuria si kristall, më fal një buzë qishin, që zemra të qetësoj, të kuptoj që të rrim ty. Faleminderit. Swing është një lloj kërcimi, ndërsa swing me ty është kënga që vjen tani, që është praktikisht kënga e fundit e festivalit për sonte. Muzika dhe teksti Rudolf Çikliaj, orkestroi Ilir Zoga, këndon Ademir Fresku, dirigent Ilir Zoga. Andar po mëfton, dhe këtë andar po këndon. Një gotë me ty, një gotë për ty, swing për ne po kërkon. Tjetë kjo kënë vazimi jo, një vazim që kus maron. Dhe mund ty, që je për ty, swing që zemë marën dhe. Salat në re, ky ritëm nga qoj, kur bashkë në dy vazoj. Të jem me ty, të ndjej me ty, të je muzika që kërkoj. Në trupin tënd ky ritëm po rin, dhe hapat e tu po ndjek. Të jem me ty, të ndjej me ty, të je muzika që kërkoj. Shikimet tona që apohen sy më sy, dhe duart tona na bashkojnë me vëdy. Me hapa zemrën kokën sem të ndjej aty, gjithçka kërkoj një swing me ty. Shikimet tona që apohen sy më sy, dhe duart tona na bashkojnë me vëdy. Me hapa zemrën kokën të ndjej aty, gjithçka kërkoj një swing me ty.
zemre po kërkoj të ndjej aty, gjithçka kërkoj një swing me ty. Shqipime doja që abohen si mos dhe dua tona nga bashkëne për ty. Me hapa zemre po kërkoj të ndjej aty, gjithçka kërkoj një swing me ty. Faleminderit. Faleminderit. Këto ishin 17 këngët konkurruese të edicionit të tretë të festivalit Lulebor. Për t'i dhënë kohë juris, ne kemi vendosur t'ju përshëndesim me një këngë nga grupi Karafilat që ka Shkodra, të cilët janë zëvendësuar të gjithë me gonxhe, se tashmë janë djemë shumë të rinj. I ftojmë në skenë. Dhe tani unë për një këngë përshëndetse nuk mund të rri pa ftuar një nga anëtarët e jurisë, një këngëtare të mrekullueshme shkodrane, Sabahet Vishnja.
Mirëmbrëma të gjithëve, zonja dhe zotëri. Sante një emocion shumë i veçantë në karrierën time artistike. Këtu në këtë teatr të shejt, unë fillova karrierën time artistike. Dhe çdo artist profesionist, hapat e parë i hell këtu. Ju jam shumë mirë njohës se qytetit tim. Kanë ardhur çmimet apo jo? Pak suspans për çmimet. Çmimi i tretë. Okej. Unë kam nerin, si më thanë, me i lexu vet. Çmimi i tretë është kënga Mall për Shkodrën. Muzika Edmond Zhulali. Teksti Fadil Kraja, këndon Luiz Elli dhe Laurian Elli. Bravo djema, shumë urime. Çmimi i dytë është kënga Ka dal syni. Muzika Luan Dagistani. Teksti Jorgo Papingji, këndon Mugades Çanga. Urime. Çmimi i parë shkon për këngën Shko dallën dyshe nga Rezarta Svaja. Muzika Tonin Tarnaku, teksti Filip Shiroka. Ftojmë Rezarta Svajën. Urime Rezarta. Je fituesja e edicionit të tretë të festivalit Lulebor. Faleminderit Jetmir Barbullushi. Merr edhe kupën Rezarta. Si që do tradita e gjithë festivaleve, ndjekim edhe një herë këngën fituese, Shko dallën dyshe.
gjithëve. Ju falenderoj.